Një konflikt për motive të dobta mes dy personave ka degeneruar më pas në përdorimin e kaçavidës, teksa i plagosur ka mbetur një 35 vjeçar, i cili është dërguar edhe në spital për ndihmë mjekësore pasi ka patur një plag në pjesën e krahut. Policia ndërkohë po vijon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, por gjithashtu edhe për të sqaruar plotësisht konfliktin. Autori i kësaj ngjarje është identifikuar nga policia e Vlorës pas dëshmisë që ka dhënë 35 vjeçari në ambientet e komisariatit të policisë Vlorës. Ky shtetas më pas është shpallur për pak minuta në kërkim derisa është bërë i mundur ndalimi dhe shoqërimi i tij në komisariat. Ai është identifikuar si shtetasi me inicialet BB, sipas policisë 40 vjeç, ndërsa personi plagosur është sipas policisë Vlorës shtetasi me inicialet EG 35 vjeç. Sipas informacioneve nga policia e Vlorës, ky shtetas është paraqitur fillimisht në spital. Kanë qenë bluzat e bardha ato të cilat lajmëruan menjëherë policinë e Vlorës në lidhje me rastin në fjalë. 35 vjeçari, sipas bluzave të bardha, ka patur një të gërvishur në pjesën e krahut, ndërsa është raportuar se kjo plagë në krah është shkaktuar nga një kaçavid. Pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, ai u shoqërua menjëherë në polici. Pas dëshmisë së tij të mëtejshme në policinë e Vlorës, ai tregoi dhe versionin e plotë të kësaj ngjarje. Ky shtetas ka pohuar se është plagosur në pjesën e krahut pas një konflikti për motive të dobta. Konflikt ky i cili sipas dëshmisë së tij ka ndodhur në lagjen 29 nëntori në qytetin bregdetar të Vlorës. Më pas ka pohuar edhe emrin e personit që është konfliktuar, nga dhe ku ka nisur edhe kërkimet policia e Vlorës, çka bëri më pas të mundur arrestimin e tij pak minuta më vonë në një zonë më larg vendit të ngjarjes. Policia ndërkohë ka shkuar edhe në vendin e ngjarjes menjëherë për të marrë prej andej të gjitha provat fizike që do të jenë ndihmës për zbardhjen e plotë të saj. Gjithashtu në komisariat është marrë edhe dëshmia e autorit, i cili ka dhënë versionin e dëshmisë së tij në polici. Veprimet hetimore për zbardhjen e kësaj ngjarje ndërkohë vijojnë.